Atje, eja këtu. Eja këtu, më thuaj. Eja këtu. Pa më thuaj një qik. Do të përsëritem, se shpesh më thua që përsëritesh, se besoj se i dëgjove. Okej. Përveç dy sjarimeve që kam bërë me Rozanën, që ishe prezent, që i thash, është qetësuesi. Nuk është sjarim ajo zemër. Nuk është sjarim. Nuk është sjarim o shpirt ajo. Nuk është sjarim o zemër, nuk është sjarim. Pra do të shaj me libër shpirë me Rozanën. Jo. Për cili është Jo, sjarim? zemra ime. Do më thëmë, kur unë i them, mos më ndërprese, po dëgjo, po bën vetëm, po vunon, mos më ndërpret të mbaroj. Unë pra si jam dhunuse, që të them unë ty? Po dhunon përgjigjen time të Jo, nuk e dhunoj përgjigjen Okej, time. mirë, më thuaj kur të mbarosh dhe më thuaj kur të flasun. Jo, po ja këto gjëra që bën kundrejt meje. Nëse unë jam Cilat gjëra, unë qyrik, po flas me ty. nëse unë jam Kush të tha qyrik, ty çyrik? nëse unë jam qyrik, po ti je Unë jam qyrik. qyrik që do thotë gjysmak. Po pse s'ishe më përpara qyrik, ti po u bëre qyrik kur ishe me bonën 2 në 1. Po tallej me mua dhe thoshte je gjysma gjel. Dhe i thoshja po qyrik. Jo, Si jo? jo, se atë qyrik të kështu ja ke është. për më vonë. E ke nxjerr Jo, nga kështu Rozana. E ke nxjerr Po nga Rozana. kapesh me fjalë atë. kot. Jo, nuk po kapem. Ka një hyrje, një zhvillim. Që do të thotë, mirë, atëre, të marrim të kundër, të kuptoj. Atëre po marrim këtë tani. Pra, unë të kam fyer ty. Jo, por me mua, mo lejo, po marrim këtë, të kam fyer unë ty. O, Laert. Po edhe njerë mu. O, Laert, ti më dëgjon mua. Jo, më nuk është pyet. Ke marrë intervistë mua. Të kam fyer. Ke marrë intervistë mua. Po pse ti çfarë Po bën? merr intervistë. Ti çfarë po bën me mua? Jo, më trego situatat në përshpi. Po të pyes, të kam fyer. Jo, më trego situata dhe thuaj, më shpjego. Mos të pyes. Jo, më trego, jo, do më pyesësh kështu. Dhe thuaj, te kjo situata që unë jam përgjigjur kështu, 1, 2, 3 për qyrikur. Për këto sjelljet e mia që them. Aty përsërit e tavolina. Bona kjo se për këtë që ti mua kritikon kur flas, që them unë ndonjë gjë për të shkaktuar reaksion këtu dhe ti e pari që reagon. Kjo është mi sqaro zemra ime, mos u pyet mua, a je ndjer dhe thuaj këto gjëra, nuk i kam bërë kështu, kupton?